Kjo e vjetra mbetur në detyrë do të vazhdoj punën normalisht, siç bërë edhe sot ku mblodh dhe mori vendim për t'i ndarë 200.000 euro për aeroportin e Gjakovës. Kjo shumë është gjysma e asaj çka është kërkuar, prandaj drejtoresha e kësaj ndërmarrjeje Vlora Bojani druan që do të mund të riparohen dëmët që janë shkaktuar aeroportit. Kjo është gjendja në aeroportin e Gjakovës. Vjedhjet e vazhdueshme në të, pista e dëmtuar nga mungesa e kujdesit, kanë bërë që udhëhecësit e kësaj ndërmarrjeje t'i drejtohen qeverisë për një ndihmë prej 400.000 eurosh. Por ekzekutivi kosovar në mbledhjen e mbajtur vendosi të ndajë gjysmën e këtyre mjeteve. Ne kemi pranuar një kërkesë nga bordi i drejtorëve të ndërmarrjes publike aeroportit Gjakovës për mbështetje financiare në vlerë prej 400.000 euro për shpenzimet e sigurisë dhe nevoja tjera për mirëmbajtje, riparim, administratë dhe personel. Unë i propozoj qeverisë që të ndajë gjysmën e kësaj sume, pra 200.000 euro, për këtë ndërmarrje për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Megjithatë, kjo shumë sipas drejtoreshës së aeroportit Vlora Bojani nuk mund të mbulojë as për sa afërti shpenzimet që ka. Herën e parë na kanë qitë 30.000 euro, po ashtu ka rezultuar shumë mjaft e vogël. Kam gjithë një fjalën për vitin e kaluar. Kem punuar disa muaj, 6 muaj pa rroga, pastaj në fund vitit e kanë qitë edhe 100.000 euro, subvencion po ashtu, me cilin jemi shtyr deri më tash. Bojani kërkon seriozitet më të lartë në raport me këtë çështje, pasi në mungesë fondesh po përballen me vështirësi të vazhdueshme. Vlera përgjithshme për vitin 2017 e buxhetit kërkuar duke përfshirë edhe studimin e vizibilitetit edhe rivlerësimin